kjo çështje? Në aspektin juridik gjithçka ka qenë në rregull në bazë të rregulloreve dhe ligjeve që janë në Kosovë dhe pradhomave të specializuara. Masat e sigurisë kanë qenë adekuate dhe konform situatës. Po thome adekuate për shkak se ne pam zyrtarët policorë dhe pam zyrtarin që është pranë qendrës së paraburgimit në Hagë, që në çdo moment është kujdes edhe për zotin Thaçi. Ato nuk janë masat sigurisë vetëm lidhur me mundësinë e ratisë apo diçka tjetër, po ata e kanë përgjegjësinë me sigurua edhe zotin Thaçi apo secilin të akuzuar edhe nga ndonjë sulm i mundshëm, sepse në aspektin juridik nuk guxon askush të besoj një fakti se nuk mund të sulmohet. Sa i përket faktit që ka qenë pa prangosur, është e lejuar me ligj kur i akuzuari është i besueshëm, nuk është njëri problematik që mund të arratisë, që tenton me u arratisë me një shmang drejtësisë, nuk prangoset edhe në Kosovë, por zakonisht për njerëz që janë problematika dhe që ka shansa për me tentu me u arratisë apo me shmang organeve të sigurisë, prangosen deri në momentin e hyrjes në objekt të mbyllur, duke i siguruar edhe drejtarët dhe çdo hapësirë që mundet me dalë. Kemi pas raste në të kaluarën kur ka qenë Euleksi, me policinë gjermane kur kanë sjellë ekstraduar nga Gjermania, të gjitha drejtarët e gjykatave kur janë hyrë të akuzuarit kanë qenë me nga një policafer. Kjo ka qenë, po them, konform dispozitave ligjore dhe ka qenë më liberale se sa që kemi pas situata mrena në Kosovë nga Euleksi. Më ranë sy, edhe ma herë më kanë sy ai zyrtari policor që i drejtohet mjekut, mirë po është zbatu vendimi i gjykatës dhe në momentin që qytetari nuk bindet urdhnit të policisë, ata duhet të reagojnë. Nuk e ka prek me dorë, vetëm se shqiet që ne nuk e kemi dëgjuar çka thotë, por shqiet që ja të rjek vrejtjen dhe ka qenë mas preventive për mos zbatu vendimi gjyqësor ashtu siç shkruan. I ka pas njerëz të caktuar, siç e sqaroi Besiani shumë mirë, se caktohen njerëz me kanë me pas kontakte. Dhe unë mendoj që vizita sa i përket pjesë ligjore ka qenë gjithçka në rregull. A dihet aty çka i ka thënë aty, çka ka komunikuar me këtë mjekun apo jo? Jo, nuk është dëgjuar. Si të duk ty, Musa, se ti e njeh Thaçin një periudhë gjatë kohës, si të duk kështu si paraqitje? Paraqitje e liderit, padyshim, paraqitje në lider dhe mund të them që sa i përket pamjes fizike, me më shumë thinja ishte, me më shumë thinja ishte. Pamjes fizike duke i lodhur, por nuk do të harruar faktin se ka qenë në kohë i smur, nuk ka marrë pjesë në disa seanca, dhe masa e paraburgimit është më e rëndë se sa burgu, kanë kufizime më të shumta të burgosrit dhe padyshim që ato ndikojnë edhe në dobësimin edhe në vjetërsimin, sepse megjithatë është një proces i gjatë, është me stres, dhe këta përveç asaj që përballen me akuza që kanë të bëjnë me ta, e kanë barë dhe komplet ushtrinë shqiptare të Kosovës që do të me mbrojtë atje. Këtë fotografi e pashë kishte shpërndarë edhe Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, e kishte quajtur shumë shkurtimisht kështu